dëgjojmë fjalët e hirshme të Perëndisë dhe predikojmë Ungjillin, nuk duhet të mbjellim fara në tokë të papunuar ku gjembat dhe fierat janë rritur dendur dhe janë ngatëruar në mënyra të panumërta. Ne duhet të kultivojmë vazhdimisht zemrën tonë të ngurtësuar. Thënë thjesht, duhet ta lërojmë. Vetëm kur zemra jonë bëhet e bukur si toka e mirë, mund të japim fryte të bukura 30 fish, 60 fish apo edhe 100 fish. Le të shohim së bashku kapitullin 9 të Mateut, vargun 18. Ndërsa Jezusi u thoshte këto, ju afrua një nga krerët e sinagogës, ra përmbys para tij dhe i tha: "Sapo më vdiq vajza, por eja vëre dorën mbi të dhe ajo do të jetojë." Dhe Jezusi u ngrit dhe e ndoqi bashkë me dishepujt e tij. Dhe ja një grua, e cila vuante prej 12 vjetësh nga një fluks gjaku, ju afrua nga mbrapa dhe i preku cepin e rrobës së tij. Sepse thoshte me vete, po të prek vetëm rrobën e tij, do të shërohem. Jezusi u kthye, e pa dhe tha: "Merr zemër, o bi, besimi yt të ka shëruar." Dhe që në atë çast gruaja u shërua. Në kohën e Jezusit, shumica e njerëzve e mendonin si bir të një zdrugtari. Dhe e konsideronin si një person të zakonshëm me status të ulët. Megjithatë, kjo grua besonte me gjithë zemër se Jezusi mund të bënte gjithçka dhe mendoi: "Nëse vetëm prek rrobën e tij, do të shërohem." Edhe pse të gjithë kishin të njëjtën pamje të jashtme si qenie njerëzore, në botën e padukshme, secili kishte nivele të ndryshme besimi. Duke njohur zemrën e gruas që preku heshturazi rrobën e tij, Jezusi tha: "Grua, besimi yt të ka shëruar." Kur të gjithë të kemi një zemër si ajo e gruas që preku rrobën e Jezusit, a nuk do të arrijmë të japim fryte të bukura 100 fish apo 1000 fish? Kjo mund të quhet fara që ra në tokë të mirë. Le të kalojmë te vargu 23. Kur Jezusi arriti në shtëpinë e kryetarit të sinagogës dhe pa fylltarët dhe turmën që shurmonte, u tha atyre: "Largohuni, sepse vajza nuk ka vdekur, por fle." Dhe ata e përqeshnin. Pastaj, kur turmën e nxorën jashtë, ai hyri, e zuri për dorë vajzën dhe ajo u ngrit. Fama e kësaj u përhap në mbar atë vend. Dhe ndërsa Jezusi po largohej prej andej, dy të verbër e ndiqnin duke bërtitur dhe duke thënë: "Ki mëshirë për ne, biri i Davidit." Kur arriti në shtëpi, të verbrit ju afruan dhe Jezusi u tha atyre: "A besoni ju se unë mund ta bëj këtë gjë?" Ata ju përgjigjen: "Po, o Zot." Atëherë ai u preku syt, duke thënë: "U bëft sipas besimit tuaj." Dhe atyre ju hapën syt. Zemrat e këtyre njerëzve janë si tokë vërtet e mirë. Kushto mund të kryejë të njëjtin veprim, por pika e rëndësishme është kjo: me çfarë mendësie e kryen një veprim të tillë? Këtu në këtë varg, dy të verbër thirrën: "Ju lutemi na hapni syt." Kushto mund të thërras kështu, por ajo që duhet t'i kushtojmë vëmendje është besimi dhe zemra që ata kishin. Ata nuk kishin asnjë dyshim në zemrat e tyre. Nuk kishte asnjë korruptim apo gabim në besimin e tyre ndaj Krishtit. Prandaj, kur Jezusi tha: "Le të bëhet sipas besimit tuaj", sytë e tyre u hapën. Që tani e tutje, edhe ne duhet të kemi zemra të tilla, zemra që mund të marrin përgjigje. Shpresoj që unë dhe ti të arrijmë të heqim gjembat nga zemrat tona, dhe ta bëjmë zemrën të bukur si tokë e mirë. Në mënyrë që të japim fryte të bukura 100 fish ose 1000 fish.